liria Hashimit, Kadriut, Jakupit, Regjepit dhe të tjerëve është e vonuar dhe duhet të vi me njëherë pa asnjë vonesë shtesë. Liria e Kosovës nuk është arenë për politika individuale, partijake dhe zgjedhore. Liria e Kosovës nuk është fushë pjellore për ndasi ndërshqiptare. Ti themi gjëra troq, zanafilla e gjykatës speciale të Kosovës është në raportime trilluese ruso-sërbe për trafikim organesh që bëri buj padrejtësisht në botë. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka respektuar të gjitha konventat ndërkombëtare për luftë dhe asnjëherë nuk ka shkelur ligjet e luftës. Kjo u dëshmua në të gjitha gjykimet e deri sotme nga gjykata ndërkombëtare e vendore. Kjo u dëshmua fuqishëm edhe nga dëshmitë amerikane, britanike në Haag. Gjykimi shfaqi botërisht që ushtria çlirimtare e Kosovës ishte partnere e NATO-s, Amerikës dhe Evropës. Dëshmitë konfirmuan që ne ishëm dhe jemi partner të Washingtonit dhe Brukselit. Prandaj, liria Hashimit, Kadriut, Jakupit, Regjepit dhe të tjerëve është e vonuar dhe duhet të vi me njëherë pa asnjë vonesë shtesë. Dua para jush të adresoj edhe një shqetësim. Ka akoma në mesin tonë që pavetëdijshëm i shërbejnë agjendave ruso-serbe në marrëdhënie ndërshqiptare dhe ndjellin dasi duke shpërndar propagandën dashakeqe pa qenë fare të vetëdijshëm që po i shërbejnë Beogradit dhe Moskës. Liria e Kosovës nuk është arenë për politika individuale, partijake dhe zgjedhore. Liria e Kosovës nuk është fushë pjellore për ndasi ndërshqiptare. Të dashur shqiptarët e mi, ne duhet të bashkohemi, ne duhet të bëhemi bashkë, ashtu si që bashkuam për Kosovën Republikë, për Shqipërinë demokratike në NATO dhe në Bashkimin Evropian, për shqiptarët e barabartë në një Maqedoni euroatlantike, për të drejtat e shqiptarëve në luginë e Maltëzi. Ashtu duhet të bashkohemi edhe për lirinë e çlirimtarëve dhe dinjitetin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës.